Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për kryetarinë e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Përmes avokatëve, Veliaj kërkoi masë më të lehtë sigurie kundrejt garancisë pasurore, ndërsa për biznesmenin Elman Abule është lënë në fuqi masa e arrestit në shtëpi nga e njëjta gjykatë. Në seancën e kësaj të hënë, kryebashkiaku nuk ishte i pranishëm dhe u përfaqësua nga avokatët, të cilët kërkuan lirimin e tij nga qelia e paraburgimit të Durrësit. Po këtë të martë, gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masën e sekuestrës edhe për një apartament në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë, për të cilin prokurorët e SPAK kanë dyshime se është në pronësi të Veliajt dhe bashkëshortes së tij, Ajola Xoza. Masa e sekuestrës ishte ankimuar nga shoqëria Agikons. Në kuadër të kërkesave për lehtësimin e masës së sigurisë në shkallët e gjyqësorit nga ana e kryebashkiakut Veliaj, gjykata e lartë ka caktuar datën 8 korrik për shqyrtimin e kërkesës së Veliajt dhe biznesmenit Elman Abule. Rekursi në gjykatën e lartë është futur në procedurë të përshpejtuar, ndërsa relatore është caktuar gjyqtarja Albana Boksi. Antarët e trupit gjykues janë caktuar Medi Bici dhe Sokol Binaj. Rekursi do të shqyrtohet në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. 2 muaj më parë, SPAK ngriti edhe një tjetër akuzë ndaj Veliajt dhe bashkëshortes së tij, atë të fshehjes së pasurisë, dhe vendosi sekuestro ndaj këtyre pasurive në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë. Ndaj Veliajt, bashkëshortes dhe disa biznesmenve rëndojnë akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave, si dhe fshehjes së pasurisë.